Përshëndetje miq, jemi në Tubor Green Beat, pikërisht në minutat që sjellin për ju magjinë e jetës së natës. Të kalosh fundjavën në ritmet e muzikës me miq dhe birën tuaj të preferuar është zgjedhja më e mirë që mund të bëni. Ata që e kanë bërë nuk janë zhgënjur edhe këtë javë. Çdo gjë në kryeqytet ka qenë fantastike. Fillimisht i hedhim një shikim të shpejtë ambienteve ku kemi bërë xhiron ton. Ky që do të shikoni tani është nga klubet më me eksperiencë në fushën e muzikës. Se kanë fjalën për atë lloj muzike që mund ta bësh vetë dhe që quhet karaoke. Klientët kanë mundësi të këndojnë ato këngë që gjatë të përditshmes së tyre mund t'i këndojnë vetëm në dush, por më mirë ndiqeni vetë këtë atmosferë të mrekullueshme. Miq të dashur, jemi në Ice Club Karaoke, le të shikojmë së bashku se çfarë surprizash na ka rezervuar ky klub sonte. Pëlqen karaoke? Pëlqen sepse më pëlqen të këndoj. Këndoni kur vini në karaoke? Po, këndoj. Këndoj edhe nuk është se jam shumë mirë, po më pëlqen që të këndoj. Sot jam dhe shumë i ngjirë, po prapë do këndoj. Jemi me DJ-in e Ice Club Karaoke. Si po e kaloni sonte? Shumë mirë. Si duket atmosfera? Tani për tani shumë mirë, si për herë të parë, domethënë me shumë sukses. Shpresojmë të vazhdojmë kështu gjithmonë. Këngët përzgjidhen nga klientët apo i vendosin? Përzgjidhen nga klientët dhe nuk është e thënë që ti je këngëtar që të këndosh në karaoke. Provon veten, sfidon shokët. Zakonisht klientët çka këngë zgjedhin, tuaj apo shqiptare? Shumica shqiptare dhe më bëhet shumë qefi për këtë. Si duket karaoke sonte? Mirë, si fillim nuk e kisha frekuentuar më parë, mirë duket, më pëlqen. Zakonisht nuk i frekuentoni karaoket? Jo, i frekuentoj, po këtu nuk isha ardhur më përpara. Para pëlqen të këndoni këtu apo thjesht jeni protagoniste një nate? Për sonte jam protagoniste, nuk e di për herët e tjera. Është këndshëm, është ndryshe, të dalësh njerë nga vetja edhe mos këndosh vetëm në dush edhe të këndosh të dëgjojnë të tjerët pa qeshur. Atmosferë e jashtëzakonshme, klientët do ta mbajnë mend gjatë ambientin e krijuar aty. Sot për miqtë e Tubor Green Beat kemi zgjedhur një personazh të veçantë. Në fillimin e javës së modës në Tiranë, ne nuk kishim se si të mos ishim prezent. Prandaj sot ju sjellim Jona Muçën, një stiliste e njohur tashmë për stilin e saj të veçantë. E ndjekim. Përshëndetje të gjithëve, vazhdojmë të jemi në emisionin Tubor Green Beat, por këtë herë me stilisten e njohur Jona Muça. Jona, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhi. Faleminderit, është shumë bukur njerëz si fillim këtu. Në fakt, Jona ka nisur java modës. Sipas jush si stiliste, si mendoni a është një aktivitet dhe një event i mirë për ne apo jo? Për të rinj shqiptar, për të moshuarit, brezat e ndryshëm, femrat, meshkuj, si e shikoni këtë aktivitet? Atëre, java e modës sa po filloi dhe hapjen e javës modës e kisha unë ditën e parë. Është një aktivitet shumë i bukur sepse përcjell nëpërmjet sfilatës, idetë, emocionet, për të cilët çdo stilist duhet i paraqesi në pasarel. Jona, më thuaj cili është stili i veshjeve për ju këtë sezon? Për këtë sezon, femra në të cilët unë prezantoj është ndryshe nga herët e tjera, sepse unë herët e tjera kam përcjell femrën elegante dhe njëkohësisht pak të brisht. Por këtë herë, nëpërmjet veshjeve të mia, që është një koleksion që unë e kam përgatitur në bashkëpunim me dy fëmijët e mi, i cilët është Arioni dhe Frensi, janë idetë që femra të dalin pak agresive, por njëkohësisht dhe seksuale, pa prekur timidecën dhe figurën e një femre të cilët është në karrierë. Më thoni Jona, për ju, personalisht, kush është kombinimi më i bukur i ngjyrave? Kombinimi më i bukur i ngjyrave që mendoj unë që një femër në karrierë duhet ta veshi dhe duhet ta ketë gjithmonë në garderobën e saj është kombinimi bardhë dhe zi. Sepse janë dy ngjyra të cilët e nxjerrin femrën elegante, njëkohësisht duke u kombinuar me të bardhën e nxjerr elegante, po dhe klasike. Në rregull, në fakt emisioni jon flet për jetën e natës dhe unë dua t'ju pyes deri tani keni krijuar një ide të përgjithshme se çfarë kërkojnë vajzat për t'u veshur në jetën e natës, kush është tendenca e fundit për vajzat?
Është e vërtet se ndryshe nga veshjet e ditës, unë vesh edhe gocat të cilët pëlqejnë veshjet e mia dhe në pjesën e dytë, të cilët janë veshjet e natës, gjithmonë pa e prishur imazhin e femrës të jetë elegante, por jo vulgare, me një aperturë të bukur nga mbrapa, mund të jetë veshja me një shpatull, me shpatulla të largëta dhe të shkurtër njëkohësisht. Të shkurtër pa diskutim. Në rregull, neve besoj që jemi në përfundim të kësaj interviste. Para se ta mbyllim, dua të bëj edhe një pyetje të fundit, ta mbyllim pak me shaka. Nga 1-10 si stiliste që je, çfarë note më vë? Unë të vë notën 10 sepse ke bërë kombinimin më të bukur të ngjyrave. Faleminderit. Jona gjithmonë të lëmbresa me stilimet e saj. E vërtet, tani do të vazhdojmë me një atmosferë egzaltuese e cila ka pushtuar dhe klubin e radhës. Një sken dhe muzikë vetëm për ty e për më tepër, rrethosh nga klientë të shumë që janë spektator dashamirës. Por më mirë këtë, na tregon gazetarja jon Fiori. Miq të dashur, jemi në Mexico Karaoke, këtu ku çdo klient mund të këndojë këngët shqiptare, po më mirë le të shikojmë nga brenda se si është atmosfera. Stella, pse pikërisht të lindi idea e këtij biznesi për të hapur një biznes për karaoke më saktë? Duke qenë se jemi vetë të ri dhe kemi provuar gjithmonë që gjatë fundjavave të jemi të prirur për të kënaqur, për të dalur sa më shumë. Dhe natyrisht duke qenë një kliente e rregullt në disa ambiente të ndryshme, mendova, pse jo të mos hap një ambient ku të ndjen rrap par komode për veten time dhe më pas dhe për gjithë miqtë e mi më të ngushtë. Nëse ti krijon një strukturë të mirë ku në radhë të parë njerëzit të ndjehen komod dhe të gjejnë ngrohtësinë dhe afrimitetin, besoj se kjo është çelësi i suksesit. Unë pak di me kënaqësi në Meksiko, sepse është një vend që e zgjedh shpesh për fundjavën time, për t'u argëtuar, sepse ofron mundësi qoftë për karaoke, qoftë për t'u argëtuar me muzikën me DJ. Ndjem rahat, ndjem mirë. Gjera, të pëlqen karaoke? Pëlqen t'i shoh njerëzit teksa këndojnë, teksa shpeshin veten e tyre nga çdo emocion edhe ekzibicionojnë. Po vetë nuk të pëlqen të këndosh? Nganjëherë varet se si ma jep momenti. Pëlqen karaoket? Sidomos karaoket, pëlqen shumë. I frekuentoj Meksiko, Chardonnay, më pëlqen muzika shqiptare, nostalgji shumë e bukur. Them që ditë këndoj pak, kështu që pëlqen më shumë të këndosh apo thjesht je pjesëmarrës në një karaoke? Kjo është e bukura e karaokeve, po nuk këndove, nuk e shijon dot kaq shumë.